Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj si hapës varesh dhe një fëmijë varosur më thëriti. Kjo është një histori e mbërritur nga një zotëri. Quhem Mark, jam 55 vjeç dhe prej më shumë se 30 vitesh bëj një punë që shumica e njerëzve e shmangin. Hap vare dhe mbyll gropa. Nuk jam varim hivës nga pasioni, por nga nevoja. Jeta më mësoi herët se buka fitohet edhe në heshtje, edhe në errësirë. Çdo mëngjes shkoj në vareza para se qyteti të zgjohet. Më pëlqen ajo orë sepse të vdekurit nuk flasin dhe të gjallët nuk bëjnë pyetje. Kam mësuar të mos mendoj shumë. Toka është tokë, gropa është grop. Emrat në pllaka janë thjesht shkronja. Por ajo ditë nuk ishte si të tjerat. Po punoja në cepin më të vjetër të varezës, atje ku pemët janë të shtremta dhe era fërshëllen ndryshe. Ishte një var i vogël, shumë i vogël. E kuptova menjëherë për kë ishte hapur dhe diçka më shtrëngua në gjoks. Fëmijët nuk duhet të përfundojnë aty. Askush nuk duhet, por fëmijët janë padrejtësia më e heshtur e botës. Kur fillova të mbuleja varin, lopata më dukej më e rëndë se zakonisht. Toka binte butë, sikur nuk donte të binte fare. U ndala për një çast, mora frymë thellë dhe dëgjova. Dëgjova diçka të vinte. Xhaxhi. Mu drodh dora, mendova se ishte era, ose ishte mendja ime. Mosha i bën këto lëra të këqija me njeriun. Xhaxhi, jam këtu. Zëri ishte i vogël, i lodhur, jo ulërim, jo klith, një thirrje e qetë sikur ai fliste sikur të ishte dorëzuar tashmë. Më ra lopata nga dora, nuk lëviza për disa sekonda. Zemra më rihte fort si të donte të më dilte nga kraharori. Mendova për gjithçka, për rregullat, për punën, për faktin se njerëzit nuk flasin nga varret, por zëri u dëgjua përsëri. Kam ftohtë. U ula në gjunjë. Toka përpara meje nuk ishte më thjesht tokë. Ishte peshë, ishte faj, ishte gjithçka që nuk isha thënë kurrë në jetën time. Jo, i thash vetes, kjo nuk është e vërtetë. Por në atë çast kuptova diçka tjetër. Nuk kishte rëndësi nëse zëri ishte real apo jo. Ai zë ishte aty për një arsye. Ishte zëri i çdo fëmie që nuk u dëgjua. Ishte zëri i frikës time. Ishte zëri i ndërgjegjes që kisha varosur prej shumë vitesh, bashkë me gropat që mbuloja çdo ditë. U ngrita, mora lopatën dhe përfundova punën. Duart më dridheshin, por vazhdova. Kur gjithçka mbaroi, qëndrova aty për një kohë të gjatë, pa lëvizur. Pastaj vendosa një lodër të vogël që e gjeta pranë varit, një makinë plastike të thyer. Atë natë nuk kam fjetur. Të nesërme nuk shkova as në punë më. Pas disa ditësh dash dorëheqjen. Askush nuk më pyeti pse. Ndoshta sepse në atë profesion arsyet nuk kanë rëndësi. Sot kur kaloj pranë varezave nuk hyj më brenda. Por çdo herë që dëgjoj një fëmijë duke qeshur në rrugë, ndalem dhe e dëgjoj me vëmendje, sepse e di çfarë ndodh kur nuk dëgjon në kohë. Zëri nga varri nuk u kthye më kurrë, por më ndryshoi për jetë. Disa varre nuk janë në tokë, por janë brenda nesh.